Miq të nderuar, Partia Demokratike Shqiptare në Zhelinë tashmë u reformua. Me përkrajnë të antarëve të degës, u zgjodha kryetari i përkohshëm i Këshillit për Degën e Zhelinës. Gjithë struktura e brendshme partijake do të hyjnë në zgjedhje. Të gjithë ne do të votohemi dhe të gjithë do të kemi kundër kandidat. Mendoj që në këtë mënyrë PDSH-ja do të frymojë lirshëm dhe më në fund në partinë tonë do të zhvillohet demokracia e brendshme që është faktor për sukses. Të dashur miq, ne kuptoj lodhjen që kanë njerëzit kur përmendet politika, por njëkohësisht me plot bindje them që ka shumë entuziazëm për nismën tonë për ta reformuar PDSH. Partinë tonë do ta bëjmë arenë debatesh e idesh, vend ku sfundon liria e fjalës dhe vjen në shprehje kreativiteti dhe profesionalizmi. Vetëm kështu do të fitoj më i miri. Vetëm kështu do të ndërtojmë një PDSH që fiton. Gjej rastin t'i falenderoj nga zemra gjithë bashkëvendasit e mi për përkrahjen e madhe që i japin lëvizjes për reformimin e PDSH-s. Tani është koha të bashkohemi për ndryshimin. Tani është koha të merremi me politikë, të punojmë për ardhmërinë më të mirë të fëmijëve tanë.